Ajo la luftime trup më trup të politikës së BE në vijën e parë për kullat e sigurta prej Fildishit në Bryzh. Tani Federica Mogherini është përsëri në qendër të vëmendjes për të gjitha arsyet e gabuara. Në 5 vitet e fundit, ish përfaqësuesja e lartë e BE e kishte rishpikur veten si rektoria e qetë e Kolegjit të Europës, duke kryesuar eurokratët e Bryzh si një drejtoresh dashamirëse, ndërsa ishte armatosur me një libër kontaktesh aq të madh sa çdo libër akademik. Siç u raportua për herë të parë nga Euroactiv, policia belge trokiti në Bryzh dhe në shtëpinë private të Mogherini të martën, si pjesë e një hetimi penal për keqpërdorim të dyshuar të fondeve të BE-s, lidhur me Akademinë Diplomatike të BE, të cilën ajo e ka drejtuar që nga themelimi i saj në vitin 2022. Mogherini u ndalua së bashku me zyrtarin e lartë të komisionit, Stefano Sanino, dhe një antar të stafit të Kolegjit të Europës. Të tre u morën në pyetje në ndyshimin për mashtrim për prokurim, korrupsion dhe konflikt interesi kriminal. Deri më tani askush nuk është akuzuar. Policia bastisi ndërtesat e Kolegjit, EAS dhe disa shtëpi private. Për Mogherinin, 52 vjeç, kjo shënon një ndryshim të menjëhershëm nga imazhi i kontrolluar që ajo ka projektuar që kur la postim politik për të marrë përsipër Kolegjin. Gjatë mandatit të saj që nga viti 2020 ajo e ka zgjeruar Kolegjin duke hapur një kampus të ri në Tiranë, Shqipëri, për t'i ashtuar atyre në Bryzh dhe Natolin, Poloni. Ajo gjithashtu udhëhoqi Kolegjin gjatë pandemisë, e cila i mbylli studentët në kolegjin prestigjioz, në dhomat e tyre në kushte shpesh të zymta, dhe përjashtoi një profesor të njohur të politikës, i cili u zbulua se kishte shkelur rregullat duke e ngacmuar seksualisht një studente femër. Karriera e Mogherinit është karakterizuar nga të qenit në vendin e duhur, në kohën e duhur. Rruga politike e saj filloi në të majtën italiane, fillimisht në radhët e të rinjve, pastaj si deputete e Partisë Demokratike dhe përfundimisht si ministre e jashtme e Italisë në vitin 2014. Ajo kaloi vetëm 8 muaj në atë rol, përpara se të bënte një hap të papritur drejt Brukselit për të marrë përsipër një nga 4 postet më të fuqishme në BE, si përfaqësuese e lartë për çështjet e jashtme. Kryeministri i atëhershëm italian Matteo Renzi e shtiu përpara ndryshimin e punës në Bruksel me një egërsi të pazakontë, duke hedhur poshtë një marrëveshje që do ta kishte bërë rivalin e tij, Enrico Letta, president të Këshillit Evropian. Për 5 vjet në drejtimin e presidentit të Komisionit Jean-Claude Juncker, ajo ishte fytyra diplomatike e BE-s, duke përfaqësuar BE në negociatat mbi programin bërthamor të Iranit. Megjithatë, mandati i saj si shefe e politikës së jashtme të BE tërhoqi kritika të përziera si në Bruksel, ashtu edhe në vend. Kampi Renzi dikur e promovoi atë si të re, italiane, kompetente, vetëm për ta ndryshuar skenarin në vitin 2019, kur Renzi e kritikoi ashpër Mogherinin, duke thënë se kishte pritje të zhgënjyera dhe një ndikim pothuajse zero. Por problemet filluan të shtoheshin. Mogherini, siç doli në pa kur shpërtheu skandali gjigant i korrupsionit i njohur si Qatargate, shërbeu si antare në bordin e nderit të Fight Impunity, që supozohet të jetë një OJQ për të drejtat e njeriut të drejtuar nga i dyshuari kryesor dhe ish eurodeputeti Pier Antonio Panzeri. Ajo kishte marrë pjesë në eventin e lançimit të OJQ-s, ndërsa ishte diplomate e lartë dhe më vonë në një konferencë që ajo bashkëorganizoi, ndërsa ishte tashmë instaluar në kolegj. Por ajo pohoi se nuk ishte në dieni të sjelljes së tij të dyshuar, shkruan Euroactiv. Ajo e shtiu kolegjin drejt partneriteteve dhe marrëveshjeve të reja tregtare, duke lançuar një kampus të ri në Shqipëri, së bashku me kryeministrin Edi Rama dhe Ursula von der Leyen. Ajo mbajti librin e saj të kontakteve afër, duke udhëtuar me avion nëpër botë për punët e kolegjit, duke u takuar për shembull me ministrin e jashtëm maroken Nasser Bourita në verën e vitit 2022. Një burim tha se plani fillestar i Mogherinit ishte qenë të krijonte një kampus të ri në Marok, në vend të Shqipërisë, por Akademia Plot Energji u shemb të martën, kur ajo u arrestua me dyshimin për krimin mashtrues të Akademisë Diplomatike të BE-s, një tjetër xhevair në kurorën e kolegjit. Për një institucion të famshëm për formimin e elitës së ardhshme të BE, Kolegji i Europës papritmas duket si sfondi një thriller politik të veçantë. Pas gati një dite e shtjeje, kolegji i themeluar në vitin 1949, më në fund lëshoi një deklaratë të shkurtër, duke pranuar kërkimet e EPPO-s në kampusin e Bryzh, duke mos përmendur arrestimin e Mogherinit dhe duke i lënë studentët e hutuar ta sajonin vetë historinë. Kolegji i merr të gjitha masat e nevojshme për siguruar vazhdimsinë e aktiviteteve të tij, shkroi ai. Mesazhi ishte i qartë: me ose pa Mogherinin, kolegji duhet vazhdojë.